ja akuzuari ata moderator, shkollës fajtor. Unë babai I tij nuk kam informacione të plota rreth mënyrës së vdekjes së tij. Sankcion e kolegjit për gjykatën e apelit të Kosovës në çështjen penale ndaj të akuzuarve në fakt Artan Doroku dhe Nezir Doroku për shkak të veprave penale, rrezikimi I trafikut publik, ligjin 307, paragrafi 9 dhe paragrafi 6 dhe 9 të kodit penal dhe veprës penale mosdhënie ndihmës personit të lënduar në fatkeqësinë e trafikut publik, ligjin 374, paragrafi 1 kodit penal. I akuzuari Nezir Doroku edhe për shkak të veprës penale nga 188 paragrafi 1 kodit penal do të thotë mosdhënie e ndihmës. Në këtë seancë e kolegjit kanë për të shërtuar ankesat të cilat I kanë parashtruar prokuria familjore në Pej, ankesat e mbrojtësve të akuzuarve, gjithashtu edhe ankesa për pasuesit e folës së dëmtuar Enver Shavaj, avokatit Salimit. Të gjitha këto ankesa janë parashtruara kundër gjykimit të gjykatës familjore në Pej, I cili mandatën në 1925. Fjallën I kolegjitarit raportues. Gjykimi I gjykatës familjore në gjykatën në Pej, ja akuzuari ata moderator, shkollës fajtor. Por veprë penale në rrugën e trafikut publik nga 307 tamam në rezultat gjatë dhënies në Kosovë dhe një veprë penale në rrugën e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësinë e trafikut publik nga 307 tamam në Kosovë. Sira kur akuzuari në Europë për veprë penale në ndihmës nga 188 tamam në Kosovë. Ato që veprë penale të akuzuarit ka gjykuar ata akuzuar në Europë pas një kohë. I ka situar dhënë për vjetë për zotë për hektarë, për vjetë në të penale, dhe për vjetë në gjithë penale dhënë për zotë për vetëm, në aplikim e dispozitat për shikim dhe një punit, e ka gjituar në dhënë punit për zotë për hektarë vjetë të gjashme. Që në dhënë për gjithë të vjetë të të ka në parëve, nga bata në të dhënë mëtë, dhe në këtë shkume kja gjikimit. Dhe sa, të të ndërë, në të ndërë uzun, Nezir Doroku, për vjetë në penale të cilë shkashto fajtore, ka gjituar me dhënë në bordin, në kërëzotë të vetëmuri, në të cimentejet I ka në rejtëtore të agurë në parabollet të cepur në një specifike si në disosjetarë që në të nëmë. Për t'i ka të në të të nashë, të të t'i ka të po ta pasi që kërëranë për që të dhirash në revendurëse, ka ashtu ata të të apëzur, ta në jetëm se favorit arbitimi, në dhënë nga ka të një përkërisht, duke të zhërë se në atë të kërë të rasën e fata, të apëzur e fata, nuk për e të për dashë dhe si që akusat në në por për kapu dhe si. Dhe po aftëri ka të të bërë e për një të nëve e në zvonës të ndimës. Për kita të një për të zhërtonë, në të kërë në asë të të, por s'ka të gjithon për dhe të në të gjitha parasit dhe të dërës. Dërsa, për dhe të një gjithinë në të parasit të prokurijatën e dore, e rata të gjitha parasit të antimune, dhe të shkurtimesh në të konsideruar se në ratin të të gjitha të dhe nështë të kërë dhe konsiderant se në atë konkret gjithota dhjo të besë gjëkset të shpata të të akuzurit, si pas profesionit që ka qenë në akta akuz. E që në edikacije të të nërtesh, ta s'kama dëtoje dhe të shërët të gjitha të të arqarë, shëtimit të këtyre shkesat të dhëndët dhe dhe të më ndjek. Për dhe të një gjithinë, anë të shka pratikurën për pashtu si pare të dëntuar, avokatit të prezerë të sërimetaj, për të mërë për shkak dëndimit të dëndim. Për s'ka konsideracjon në një të detajuar ta ka shumë deta deklaruar. Dhe të mbrojë për pasuesi po dëmtu, dhe po ato ankesë kanë paraqitur dy të akuzuarit, I akuzuarit për veprën penale, pra vetë për vendimin e dënimit, dhe sa për veprën penale për të gjitha botën të murë. Dhe sa I akuzuarit dy për të gjitha botën të murë për veprën penale të mosdhënia e ndihmës. Për s'ka në detaj dhe se deklaruar shpresën për kryesë apel, e cila ka propozuar ankesat të mbrojtësit të akuzuarit, të refuzuarit. Pa të akuzuar, dërsa, ka promuar ankesat të dëmtuar dhe të akuzuarit që të dënim merën se sa që ka situar gjykata shkallës së parë. Këto I ka shkuar të mbajtja se shpresa. Edhe me qenë se asportin prezenton nga prokuria apelit, falin e kalojnë për pasuesit të folës të dëmtuar në këtë tas avokatit Salimit. Unë qëndroj pranë ankesës dhe të gjitha bazave që I ka paraqit prokurori shtetit në ankesën e tij,
sidomos pretendimet që kanë bëjnë me zbatimin e laborë drejtës materiale, që ka gjatë gjykimit në shkallën e parë. Mesh rast është ndryruar cilësimi juridik nga akuza dhe është vepra penale shkak aksidenti trafik është cilësuar si vepër e kryer nga pakujdësia, ndonë se gjykata është detyruar se gjykimin e saj ta bazoj në provat që në administruar shqyrtimin gjyqësor. Unë dua të konstatim se asnjë fakt nuk ka ndryshuar nga hera e parë dhe nga hera e dytë që është gjykuar, të gjitha provat kanë qenë të faktet janë vërtetuar dhejta dhe vetëm ndryshim që ka ndodhur është ndryshimi i tokëqarshit prej veprës penale prej shprehjes dashje eventuale, ka përdorur shprehjen pakujdesi, që është plotësisht e pajustifikueshme, e pa drejtë dhe e pasaktë nëse vërehet në raport me provat. Nuk është fare kontestuese ku pasoja është vdekja e një personit dhe nuk ka logjik që cilësohet sipas paragrafit 1 në anën tjetër të ngjerëtur pasoja që këto vepra i bën cilësuara, prandaj ju lutem për vëmendjen tuaj kur t'i vlerësoni provat dhe t'i vlerësoni edhe çështjen e zbatimit të drejtë të ligjit material. Gjykata ka vlerësuar në mënyrë të sipërfaqësore rrethana rëndëse, madje disa prej tyre si ka vlerësuar fare, rrethana ndërsuese ka marrë edhe ato rrethana që në asnjë mënyrë nuk mund të kenë tretman të tillë. Deklaroj se mbështes plotësisht ankesën e prokurorisë të miliorit të PI dhe pajtohet që kualifikimi juridik i veprës është i gabuar dhe dënimet të shqiptuar janë skandaloze dhe dukshëm shumë të buta në humbjen e jetës njerëzore në këto rrethana. Pajtohet që janë mbështetjet e plotë edhe ankesës e përfaqësuesit tim ligjor, avokatit Salih Mekaj. Krahas tyre, kërkoj që të merret në konsiderat edhe ankesa ime personale si palë e dëmtuar, të cilën e kam dorëzuar dhe protokolluar në kohën e arkivit të gjykatës së Miliore, drejtori i kësaj gjykate të apelit, dhe besoj edhe pse nuk e përmendet, besoj që ju e keni këtu në dosje. Nëse gjykata nuk e ka shpëtuar për një provë. Ka shkesa provës, në dorëza Kërkoj nga kjo gjykatë pashpërsimin e dënimeve dhe rikualifikimin e veprës penale. Ky rast ka kaluar në për të gjykimin e enhetit gjyqtar, ku dënimet kanë pasur rënje drastike, pa u ndryshuar asnjë provë. Nga 10 vite burgim në gjykimin e parë, 5 vite burgim në të fundit në gjykimin e tretë për Akton Durakun. Nga 5 vite burgim në vetëm 10 muaj për Mirëzej Durakun. Kjo pasiguri juridike dhe këto mos përputhje faktike tregojnë se gjykata e shkallës së parë nuk ka bërë vlerësimin objektiv. Shtrohet si mund të ulet dënimi i përgjithshëm kur faktet mbeten të njëjta. E nevojshme të theksohet se gjykata në të trija gjykime të nxjerrë nuk ka bërë administrimin e duhur të plotësuar të provave. Në seancën e parë, akuzuarit e kanë pranuar tërësisht atë akuzën. Në gjykimin e mëdhenshëm, gjykimi i 2 dhe i 3, të njëjtit të akuzuarit e mohojnë plotësisht veprën. Përveç kësaj, të akuzuarit janë mbrojtur në vjeshtje në të trija gjykime, duke mos ofruar asnjë version, asnjë shpjegim dhe asnjë dëshmi që do të ndihmonte të zbardhjen e ngjarjes. Ky procesim i ndërtuar mbi ndryshimin kontradiktor të deklarimeve dhe mungesën totale të versionit mbrojtës ka çuar në konkluzionin se gjendja faktike nuk është zbuluar në mënyrë të plotë të gjithanshme. Unë babai i tij nuk kam informacione të plota rreth mënyrës së vdekjes së Qerdianit. Gjykata ka dërtuar dhe lëshuar një vendim sikur e pavërteta të ishte e vërtetë. Gjithnjë nëpërmjet avokatëve të tyre mbrojtës, ata kanë krijuar një ngjarje sikur të ishte me nota muzikore. Në rastin konkret, gjykata gjeti se i pandehur Akton Duraku nga pakujdësia ka tepruar shpejtësinë e lejuar të lëvizjes në pjesë të rrugës 50 km/h në ka kaluar në shërbim në fundit të rrugës në Dërmajtin, duke lëvizur me shpejtësinë prej 130 dhe plus milion km/h. Ndër provat e parë administruara përmendi këto. Në sallë nuk është bërë administrimi i CD-videos, incizim në vendin e ngjarjes me qëllim verifikimin e veprimeve konkrete të të pandehurve. Nuk është bërë lejimi i kërkesës ime për ekzaminimin të video incizimit jashtë shtetit, i cili përfshin 24 minuta incizim, përfshirë 3 minutat e para pas aksidentit
periudhën vendimtare ku ekziston dyshimi për veprimet e dhunshme nga ato të Lizeut të Rakullit. Mund krejt e kërkoj çka ka ndodhur 3 minutat e para pas aksidentit. Se ekspertiza e ka dhënë që ka ndodhur para aksidentit. Edhe pse kanë kërkuar nga trupi gjykues ekzaminimin e CD-s për shihet aksidenti, konkretisht 3 minutat e para pas aksidentit, kërkesa ime është refuzuar dhe nuk është dhënë as pak sqarim. Megjithëse në procesin verbal është shënuar në mënyrë të pavërtetë se ato janë shikuar. Kjo është shkelje e parimit të shqetësimit kopik të provave. Kërkoj nga gjykata e apelit ta shfuqizojë paraqykimin të kontestuar. Ta kthej lëndën në gjykim. Atëherë kalojmë të mbrojtjes të akuzuarit. Alban Beroka apo Sheikh Ibrahim. Unë të tonë po. Unë të shik vetëm pra ankesës dhe nuk do të arrimoj në Kalojmë të akuzuarit atë, vetëm ko. Ti më shumë që a shumë se za ose da më kontinuar. S'ka më shumë shaka. Përkoj, ka në bëjtë. Mirë shumë. Kalojmë të akuzuarit në zë, Beroku. Çka kemi të kërkojmë në Europë? Përkoj. Ankesa në avokatit, sa që e ka punë avokatit në Amerikë. Lidhur me vendim, do të njëftuar në përmes zhvillimit të shkollës së parë, në këtë rast do të ndërrohet edhe te. Një ka rrugë.